Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2.5%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëditore në nivelin 1.5% dhe gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për momentin. Ky qëndrim mundëson përmbushjen e parashikimeve të skenarit bazë, duke i ofruar ekonomisë shqiptare kushtet përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës adreson pasigurinë mbi ecurinë e ekonomisë dhe të inflacionit në të ardhmen, duke ofruar kohën e nevojshme për një vlerësim më të plotë të ndikimit që rritja e çmimeve të naftës do të ketë në inflacion. Këshilli Mbikëqyrës vren se reagimi i politikës monetare do të vijojë të orientohet në çdo rast drejt respektimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve, duke u kujdesur që goditja e ofertës të mos shndrohet në presionet qëndrueshme dhe afatgjata